Përshëndetje dashur shikues, jemi këtu në episodin ton të radhës në Public Enemy me mua Lorencën dhe Benin dhe të ftuarin ton zoti doktor Endri Shabani, në fakt, një akademik i mirëfillt edhe një nga politikanët në më aktiv do ta quaja, më qytetar të mundshëm, edhe mund të flasim më tepër për vetë platformën e tij në këtë zgjedhje. Faleminderit. Po patjetër. Mirë se erdhe Endri, dhe diplomuar në master shkencave në Oxford, doktoraturën e keni zhvilluar në Oxford, pedagog akademik. Ç'të duhet politika, Endri? Politika është vokacion i brendshëm. Edhe unë me gjithë para studiuar për drejtësi, se vazhdova për shkenca politike dhe mastën doktoraturën e kam të drejti, sepse unë besoj që mund të transformoj Shqipërinë. Pra mund të kontribuoj për në transformimin e Shqipërisë. Kam një mlef jashtëzakonshëm me stagnacionin në Shqipëri, me pabarazim në rritje. E kam projektuar të koncepcionin politik në këto 34 vite dhe kam parë se si mbas 34 vitesh, një grup i vogël njerëzish që unë pasuron duke e vjedhur Shqipëri, tani po e shërbejnë të fëmijët e vet, dhe ajo që i ofrojnë fëmijëve shqiptarë të zakonshëm është që të shkojnë të bëjnë zgjuar të këtyre. Të presin barin tek vila që kanë ndërtuar në Majt Kodrës, pavarësisht se ta shkolluar jemi ne, pavarësisht se sa përgatitur jemi ne, në fund ditës ata kanë mbyllur derën. Është një sistem i mbyllur. Kështu që nëse një njeri do ishte bërë arkitekt, të donte që të shkojnë në shtëpinë e vet, të ato dija ti përgati vënë në funksion të vendit vet. Nëse njëri do bëjë mjek, besoj që naturalisht do donte të shkojë të punojë në spital në vendin e vet. Dhe nëse njëri studion për shkenca politike, besoj që shkret natyrshëm që do dohet. Ti kur keni qenë shumë rebel në fillimet e juaja, ndoshta më tepër rebel se ç'duhet ndaj një sistemi që tani pak a shumë edhe ju jeni bërë pjesë. A është kjo thjesht një taktike juaj apo keni ndryshuar misionin tuaj? Unë kam qenë rebel, vazhdoj të jem rebel. Ama duhet vlen që të përmendet fakti që është një nga le të themi politikëbërja më aktive, por më qytetare, duhet përmendur kjo. Këtë një gjë më se do të bëhet bene këtë. Më pas të gjatë. Okej, ky është një detaj Se unë do të nga Rifulsi. Dhe për këto flokë, unë në zjerë nga mësimi, vinë të drejtori i shkollës, edhe thoshte ti, shko dhe njën, shko që flokën. Endri Unë vija prapë nesër në klasë. Sinqerisht, kur do ta imagjinoja. Kështu që unë vazhdoj të merrem me këtë. Çfarë ndryshoi që i përë flokët? Duan fillon të dorësohen në pijen. Po kjo është një zgjidhje. Po nuk është se kam humbur. Por nuk u dorëzove domethënë përballë presionit të Rifulsit. Jo, vazhdova deri unë vija vërtet nga mësimet domethënë dhe bilës ditën e diplomimit nuk i thash dorën drejtor. Pra për shkak të gjithë përplasjeve, domethënë u bë një incident i vogël aty. Kështu që jam i bindur që nuk kam ndryshuar nga këtë komision. Po ku e shikon ti që jam bërë pjesë e sistemit? Jo, e shikoj që je për më i put, je për më Akademia në politikë, ty do të thellë në politikë. Kjo është diferenca. Shikoj pak tek partia që ju përfaqësoni, jo thjesht tek nismë, por tek koalicioni që ju përfaqësoni, shikoj pak edhe një lloj populizmi koalicionit. Populizmi në Shqipëri duket, po. Ndoshta fakti që tashmë jeni një nga kandidatët le të themi më potencial për të fituar këto zgjedhje që vjen nga partitë e vogla. Të reja. Partitë e reja, ke shumë të drejtë ndjes. Fakti që xha ishit një nga qytetarët më aktiv, e ruani ende këtë pjesën e qenurit le të themi aktivistë shoqërisë civile, para alternuar me faktin që tashmë do të dilni si kandidat nga partitë e reja. Çfarë të bëjë? Je më i butë, se që duket. Shpesh njerëz më thonë, Gjori, je shumë i butë. Unë mendoj që forca tregohet me veprime, nuk tregohet me intonacion. Se ti mund bërtasësh shumë, por nuk ke asnjë produkt. Ne kemi lëshuar në burg 2 ministra shumë të buzëqeshëm. Vetëm me qetësi dhe naturi. S'ka nevojë për ditë. Kemi përgatitur. Qetësi dhe dashuri, si thotë. Ne në parlament kemi pasur shpesh herë figura polemika. Po s'bëjnë gjë. Pra ne kemi çuar 6 në spa. Kemi çuar oligark,
kemi çuar grupe kriminale, kemi çuar ata që përfitonin nga fondet e zhvillimit, që janë gjysmë oligarkë, gjysmë grupe kriminale. Kemi çuar Edi Ramën, Erën Velin, njerëz shumë të poshtetshëm. Dy nga këta, Fajir Beqa sot është në burg për shkak të kallëzimit tonë, Lefter Koka nisi procedurin për shkak të kallëzimit tonë, Erën Velia etj. Pra nuk kanë nevojë për ditë. Para, e dyta, dikush më thoshte, unë kam pasur një përballje me Sali Berisha. Dhe me qetësi thashë zotëri duhet të reagoj. Po një nga episodet më... Unë nuk i përtasun atë. Nuk e thyje, nuk merrem me gjëra personale, them më fal. Ti duhet të reagosh. Dori duhet parlament se vërtet shumë. Tani, unë nuk kisha të përtitur, po pa i thënë thelbin e mesazhit. Dhe unë besoj që sa gjëra kanë shumë rëndësi të thuhen edhe me qetësi, por në thelb të jenë gjëra të forta, mesazhe të forta dhe të guximshme. Hendrik, Ky është profili që unë kam. patjetër që është një nga format që politikë bërja në Shqipëri nuk është mësuar, por ndoshta po janë soni hap pas hapi. Prandaj ndoshta është nevojshme. Patjetër Që të jetë një ndryshëm. ka pasur skandali që ndoshta nuk e dashur të bësh pjesë e morisë diskutimeve publike. Kanë qenë ndoshta deri diku edhe le të themi ato çka ke mbledhur si materiale që s'ke dashur ti nxjerrësh drejt për së drejti. Ke qenë më rezervuar ndoshta. Jo, shiko, në momentin që ne çuam se ne shkuam në sfaqje ditën e dytë punës. Ata ziu u kishin protokollin. Që në një moment, të 5 dosje të tjera që kemi çuar pas, na kanë dhënë në një spotlight, ku shumë njerëz vinë dhe sjellin çështje, thonë çojë në sfaq etj. Ne jemi kemi strategjik, se ne nuk punojmë në institucione publike këtu. Nuk kemi as prokurori dhe nuk e kemi këtë si funksion. Jemi pikë në mënyrë strategjike të godasim ato këmbët e karrierës që e mban pushtet. Dhe këto këmbë janë oligarkia ekonomike, pra këta biznesmenët që ne njohim si oligarkë, por që në fakt janë njerëz që po e vijnë në Shqipëri. Kemi goditur grupet kriminale, kemi goditur këta që kanë përluar një instancion administratën publike dhe kemi goditur politikanë. Politikanë të cilët i kanë fyer gjysmë një këmbë kanë në grupet kriminale, një këmbë kanë në vendimarrje. Kështu që ne jemi për jemi strategjik. Është punë e tashme çfarë keni bërë jo vetëm si kandidat, por edhe partia juaj momentalisht, paçka se në media nuk është se përflitet shumë, ndoshta edhe fakti që partitë e mëdha edhe ato opozitare marrin shumë të vëmendjes. Ajo padyshim se tani pa hyrë analizën se si është media në Shqipëri. Ai që paguan thonë anglezët, ai që paguan këtë who pays the pipe, plays the tune. Pra ai që Për agron sharing. Jo detyrimisht. Duke sikur garën ju e kemi me partinë Mundësia. Një parti e cila pak a shumë së bashku me koalicionin tuaj kanë ecur në rrugë paralele, të cilët ndoshta edhe fatkeqësisht nuk arritën që të bashkoheshin kurrë në një koalicion të vetëm. Çfarë mendimi keni? Si e shikoni të numrat në parlamentin e ardhshëm? A do arri partia Mundësia apo koalicioni Nisë Shqipëria bëhet të dali e para ndër partitë e reja? Sepse sondazhet favorizon partinë Mundësia. Atë. E para, ne nuk kemi ndonjëherë me partinë Mundësia. Partia Mundësia është një fraksion i Partisë Demokratike. Është një garë brenda demokratëve, brenda Partisë Demokratike, një garë që Aldon që ka nisë brenda PD-s kur tenton të bëjë kryetar dhe nuk u përballë. Unë besoj që nuk e la që të zgjidhe. Dhe këto janë punte ai sot Pra, ai ka bërë ato vetë brenda si që ka bërë Lulzim Basha, si që ka bërë Dashamishiri dhe kanë krijuar fraksionet e PD-s. Ne jemi parti e re. Ne nuk kemi fraksion i PD-s. Për pasojë, ne jemi më të ngjashur me Lëvizjen Shqipëria Bëhet, me Lëvizjen Bashkë, që janë në grupin aktivistësh që kanë formuar parti. Tani, gara këtu nuk është kushtimi i parë në parlament. Gara këtu është të hyjmë sa më shumë të rinj në parlament dhe të nxjerrim sa më shumë të vjetër. Dhe unë do doja që koalicioni jonë, që është Nisë Shqipëria Bëhet, Partia Mundësia, Dashamishiri, me këtë Lëvizje Bashkë, të gjithë të rinj. Lëvizje Basha nuk ka qenë ministër, ka qenë pjesë e çetës që ka vjedhur Shqipërinë. Por këta të tjerë
që kanë fraksionet të PD-s apo forcat reja të hynë në parlament, sepse çdo i vi që hyn në parlament, i nxjerr aty një vlerë që e ka vjedhë Shqipërinë. Kjo është gara. Shumë pak ty keni ndaj agronit, ndaj partive të reja. Do që ata nuk kanë qenë kaq bashkëpunues, se kanë qenë gjatë gjithë kohës sulmues ndaj koalicionit. Sepse ata, unë besoj që e kanë keq kuptuar rolin që ata duhet luajnë sot në shoqëri. Sot shoqëria shqiptare nuk e ka problemin me të rinjt, e ka problemin me të vjetrit. Po, është vërtet. Të garën Dhe të ndalemi pak aty ndri, ndoshta fakti që juve si parti e re keni lista shumë cilësore. Duhet përmendur fakti që keni persona me background akademik ose të rinj shkolluar jashtë, ose persona të cilët i përkasin një profilit caktuar. Ndoshta fakti i të qenurit parti e re sigurisht ju vendos duam apo s'duam në një i kisha gati perfekte në të qenurit një opozitë, por është më shumë një opozitë e kontrolluar, opozitë aktive apo opozitë morale, se zakonisht ne qytetarinë e ngatrojmë edhe me atë butësinë. Kush është avantazhi që kemi ne që nuk e kanë partitë e tjera? Ne nuk kemi lista të sigurta. Pa lista e sigurt është bunker. Vendos gjithë barabartë. Të qenurit me garë të hapur. Dhe kjo nga ka kriju mundësi edhe të krijojmë të koalicion, që jemi 4 parti, pra 3 parti dhe një grupim që vjen nga diaspora. Na jep mundësi po do të personazhe. Mund ta përmendem kush është nga diaspora si? Atëherë është lëvizja për të drejtat e punëtorëve, nismë thurje të Shqipëria bëhet, ndërkohë është një grupim, një pjesë e lëvizjes që ishte dua të votojë 2025, të cilët kanë hapur kandidatë të tyre janë po garojnë në këto sjellje. Po ndërkohë kemi personazhe mediatik, për shembull Ferdinand Ishi gazetar. Kemi aktor, kemi kamë, kemi tenor, si që Kleban Kaçani, kemi personazhe të tjerë publik si Alban Mela, që ka qenë drejtuesi i qeverisë studentore, Damir Studius, aktivist. Gjithë aktivistë, ose kanë Kemi Rigeta Lokun, që është antar i bashkiak, është Donna Hatley. Po, Donna Hatley, një nga zërat më të spikatur të protestave. Donna Hatley, Dorina Prethi, janë pjesë e Shqipëria bëhet. Po përmendja edhe aktivistët tjerë, personazhe publik, që vetëm se s'kan qenë direkt pjesë e nismës apo Shqipëria bëhet, duke parë se kemi garë të hapur dhe po kalojnë në mënyrë barabartë. Atë një avantazh në këtë garë, sepse nuk kemi më 1, 2, 3, 4, 5, po jemi një grup i madh njerëzish, ku secili ka profilin e vet, dhe gara është e hapur. Si po diskutojmë që parë, që mos e jo vetëm ke koalicionin mes, po nxjerr edhe brenda listës. Kështu që kjo na jep mundësinë që të hyjmë në zgjedhje siç nuk po hyn partitë e tjera. Fatkeqësisht për ta, fatmirësisht për ne. Do doja të ndaleshim në një diskutim mjaft të rëndësishëm për sa i përket zgjedhjeve, dhe ai është pikërisht koti elektoral. Le të ndalemi pak të koti elektoral. Ju dhe nisma thurje keni qenë ndërlëbuesit kryesor të ndryshimeve në kodin elektoral. Edhe pse mund të themi që listat mund të jenë gjysmë të hapura, ndryshimet e mëdha të kodit elektoral pothuajse nuk janë cehur. Shqipëria vazhdon të jetë ndarë në 12 qarqe dhe do doja të dija nga ana juaj sa i favorizon apo disfavorizon partitë e reja ky kod elektoral që ne kemi. Tani ky kod elektoral është shkruaj mund të shih vesh kostumin e Sali Berishës. Normale do mori, sa më mirë, në një gjë. Këta kanë qep kostumin për vetë. E kam qenë politik, nga rregullat e barku, ke mëngët, ke jaka, kanë qenë në atë që e kopsisin, dhe ai është një sistem i brakë për Sali Berishën dhe për Iranë. Thënë kjo, ne kemi bërë një betejë vazhdueshme që ndërmjetën për demokraci. Se problemi më i madh është paparazia e votës. Problemi më i madh është që e deformon vullnetin e zgjedhjes. Problemi më i madh është që mban në këmbë feudalizmin. Në ky sistem e ndarjes rajonale mban filltarët e zonës, mban gjallë sepse janë të domosdoshëm për zgjedhje. Po nuk është problemi se po lëm partitë e reja jashtë, ne do hyjmë në parlament. Edhe pse ky sistem nuk është dizenjuar për ne, edhe pse ky sistem na e bën më të vështirë, ne do hyjmë në parlament. Ne jemi bindur që në të dielën zgjedhësit do na besojnë mjaftueshëm vota që ne kemi në parlament. Po ky sistem duhet ndryshohet për Shqipërinë, sepse deformon demokracinë dhe bën të vështirë rotacionin politik. Cilën mendoni se është sistemi i tumbur për Shqipërinë? Sistemi i Kosovës.
Profesional kombëtar disa pa janë shumë gjatë, por një sistem ku nuk e ndan Shqipërinë, nuk e fragmentizon Shqipërinë, ku i jep pesh votues. Për hir të faktit që le të themi të siguroni një mandat për veten tuaj apo edhe qoftë për patur një zë nga partia juaj në parlament. Do t'ishit ose do ta kishit mundësinë e paturit një koalicion pas zgjedhor me ndonjë nga partitë opozitare dhe pse? Përveç se asaj që jemi në koalicion. Çfarë nuk do të ndodhi në 12 maj. Së fundi fundet edhe partitë opozitare këtë duan, domethënë bashkëfuqish. Çfarë nuk do të ndodhi? Unë dhe koalicioni jonë nuk do të bashkojmë votat me Edi Rami, Sali Berishin apo Ilir. Ky gjë nuk do të ndodhë me këta tre emra. Pastaj, për te këtyre tre emrave, dhe kur them këta emra në të çetat që ata kanë, pra një herë që ka qenë ministër dhe i mbajnë nga vjet, unë e konsideroj si zgjatje. Domethënë ky është një betim moral ose është një premtim Ky është një arsye pse kemi hyrë politikës. Tani me këta jo. Pastaj brenda PD-s, brenda PS-s, forcat e reja gjithashtu. Unë mendoj që mund të ketë mjaftueshëm njerëz që edhe me një ndoshta ndihmë ndërkombëtare, formojnë një qeveri të re. Nëse qeveria do varet nga numri pra nga deputetët që do merrni. Ju personalisht a do bashkoheshet me Sali Berishën për të rrëzuar Edi Ramën? Atëherë, e thash që parë po ta them prapë. Edhe sikur kjo që të varet në dorën tuaj. Tani unë mendoj që Edi Rama do të ikë dhe Sali Berisha nuk do të rikthehet. Po në qoftë se Sali Berisha nuk do të jetë kryeminist? Atëherë do them, çdo gjë që largon nga politika Edi Ramën dhe Sali Berishën është një mundësi për Shqipërinë, sepse unë mendoj që Shqipëria ka nevojë në mënyrë urgjente për një qeveri të re, për një fytyrë të re, për një shtet të ri dhe për test për partë me luftë. S'u kam nga 34 vjetësh ne, unë kam parë Sali Berishën Bartezi. Bartezi, më kam nga televizor Bartezi, po kam pasur Sali Berishën. Thaj nuk mund ta shoh mua edhe në celular në iPhone. Kupton se s'shkon. Do të them bota ka për parë, unë shoh akoma Sali Berishën me Edi Ramën, nuk shkon. Kështu që për sa po këta nuk janë në ekuacion, po. Është një projekcion për vend qeveri teknike, ndoshta nëse ky rezultati i zgjedhjeve nuk do të jetë aq i presim? Unë besoj që ne me betejën tonë mund ta zbresim Edi Ramën në shtat mandatit dhe mund të jetë 69. Nëse e mbajmë aty, kemi gjithë mundësinë të japim Shqipërisë një qeveri të re. Do kur them qeveri të re pa Edi Ramën dhe pa çetën e Edi Ramës. Po kur them pa Edi Ramën, sigurisht e pas Sali Berishën. Ka kuptim pastaj që të Pra jo, në term ju nuk jeni kundër Partisë Demokratike, por jeni kundër individit Sali Berisha në krye të qeverisë. Unë mendoj që Partia Demokratike do ishte shumë e shëndetshme, shumë e fuqishme dhe shumë më demokratike nëse Sali Berisha nuk do të ishte më në 2025-ën fytyra e Partisë Demokratike. Mendoj që çka ka pas për dhënë e kanë dhënë, po edhe çka ka pas për të marrë e ka marrë, kështu që do ishte koha që të ishte dikush tjetër në krye të Partisë Demokratike. Kjo është zgjedhja e tyre. Unë nuk dua të gjykoj, po unë kam drejtën time të them që në Sali Berisha nuk ka shkuar dot. Brenda Partisë Demokratike ka njerëz që unë i besoj. Cilët më të përmendim ndoshta ndonjë epër? Por ai posa ne qytetarë që janë Mirda Tabaku, Ilira Mehmeti, Ilira Mehmeti është shumë bashkëpunëtar, ne kemi bashkëpunuar filmuar qytetarë që më A ka vokacion politika në Këshillin Bashkiak? Mos harroj faktin që vetë Këshilli Bashkiak funksionon si një qark i hyrë, për sa i përket. Ne kemi përformuar aty. Ulëseve majoritare të Partisë Socialiste aty. Kemi pas nisën të bashkë në Këshillin Bashkiak. Trikur qytetarë. Dhe që do futet e diplush një deputet dhe pastaj mund të vinë një Raha Ilira Mehmetit. Unë besoj që kjo është jo tani vonë. Grigec Muçallari. Mori gjithë ato vota, që ndërmjet votuarit, është një listë e hapur do futi një deputet të LSI-s. Pastaj i reviti Virall. Unë mendoj që Sali Berisha ka treguar tek Senati që nuk i intereson fare jo PD-ja, jo Shqipëria, po si intereson askush para interesit të familjes vet. Tani nuk mund ta mos ta them këtë gjë, ta shoh me që Edi Rama po na vjen do të mbyll gojën për këtë gjë. Unë mendoj që të dyja janë të vërteta. Pra Edi Rama po na vjen, duhet të ikë një moment më parë sepse është shumë e rrezikshme. Shumë e rrezikshme nëse Edi Rama vërtet ka 4 vite të tjera. Nëse ndodh, që unë besoj që nuk do të ndodh, ai do jetë diktator me kod plot.
Se s'ka vëmë, do dhe 16 vjetë, i ka për qasë i ka bërë të popullit, edhe fitoj prapë, praktikisht ai edhe ato pak hapësirë që ka mbetur do ta marrë. Po as nuk mund të Sali Berisha alternativë në 25, në këtë të gjëra më. Endre, le të rikthehemi pak në realitetin tonë politik. Ka pasur zëra nga qarqe opozitare, të cilën e lidhin figurën tuaj dhe të koalicionit që përfaqësoni me një emër, një filantropist goxha së njohur. Spekulant bursa, përveç se filantrop. Po edhe spekulant bursa E ke për George në Angli. Dhe ai është George Soros. Pra ju kanë akuzuar shpesh ju dhe zotin Lapaj për lidhjen me George Soros. Tani, unë e kam njënë George Sorosin ke shkolla Alidemi. George Sorosi ka arë që për nga Sali Berisha. Dhe për e kam parë të prezentuar në krahë Sali Berishës, ku na thoshte ky filantropi madh ju ndërtoi juve shkollën, se kishte ndërtuar 400 shkolla, ndër këto dhe shkolla Alidemi në Tiranë. E kam parë që Fondacioni Soros ka financuar një shoqat të quajtur Perle. Mund ta verifikoni, shoqata Perle drejtohet nga Emaro Kauteci dhe Argita Berisha. Kanë marrë fonde gjithë jetën. Kanë marrë bursa gjithë jetën. Tani qëllon që një moment Sali Berisha thotë që Soros është anglë ku ishin pjesë shqiptare. Ky që solli, ky që marrë para financuar fondacion Shqipëria apo ka financuar vajzën e Sali Berishës, Argita Maltezi. Dhe burrin e vajzës ja marrë për Maltezi. Kjo që po them unë është e verifikuar sepse unë kam bashkëpunuar në fondacion dhe ajo është informacion publik, i ke aty me firma, me lek, me çaj kanë marrë, ku kanë shkuar, si kanë shkuar. Është thjesht spekulim kjo pjesa. Po spekulim çfarë mund të shë unë kam shkuar ke flamurin amerikan. Po e dija unë që Sali Berisha që në atë kohë merrte lek nga Sorosi, më vonë do thoshte që çdo njeri që bashkëpunon me Sorosin përveç këtij vetmi është armiq i shqiptar. Po çfarë bën tani? Kto janë strategjitë Sali Berishës, puna Sali Berishës. Unë kam shkuar ke flamuri amerikan. Kam bashkëpunuar të fondacion, siç ka bashkëpunuar fëmijët e Berishës. Kam përfituar një bursë, sepse unë vija nga një familje njerëz të zakonshëm që nuk e përballon tonë të shkollën. Se mama dhe tim nuk kanë qenë as ministra as deputet që kanë gjithë Shqipërinë e shqiptarët, edhe s'kishin nevojë për fonde. Unë kam aplikova ku ishte. Soros i kishte një bursë, aplikova te Ministri i Arsimit. Aplikova te Ministri i Arsimit. E megjithëse meritoja, besoj që meritoja se 2 kritere kishin ato. Mesatar, unë kisha 10, dhe një nga 50 universitetet të mira mbot ishin në Oxford. Nuk ma dhan, se ja dhan fëmijëve të kryetarit të PD-s, që kishte vajzën, ambasadorit të PS-s, deputetit të PS-s, një drejtori të lartë të LSI-s, tani marrë të vendim nuk ishin, as njëri as tjetër. Legët e taksat abuzve, që duhet shkonin për fëmijët jonë, që vinë nga familje normale, merrnin ta. Dhe tani unë duhet dijem faj se kam fituar një bursë. Ju jeni falënderues besoj për bursë, ose është atëherë unë jam falënderues vetes time se kam konkurruar për atë bursë. Kishin aplikuar me mira vet. Janë dhënë 5 bursa në atë vit. Ky është edhe, por pse është shumë interesante të nuk pse. Pse kjo gjë përdoret nga ju? Ata kanë shëndekim Soros në politikën shqiptare? Kjo është gjë. Pse përdoret kjo? Unë kam hyrë në politikë aktive, përveç se kam qenë aktivist, në 2021. 4 vjet. 4 vjet tanë në rrënjë të mbaha mua, position research, më kanë gjetë të dashurat e gjimnazit. I kam gjetë me foto, filani, ky ka pas të dashur në gjimnaz të atë, dhe nuk kanë gjetë asnjë gjë tjetër. Po lera atë, po them private. Nuk kanë rrënjë të mballë, këll të mballë kam mbushur, dhe më akuzojnë që kam fituar një bursë. Ato sa i ndershëm janë. Pra, përballë Sali Berisha Sali Berisha akuzohet se ka vrarë njerëz në bulevard. Edi Rama akuzohet se ka shkatruar familje, ka çuar paktën 5 veta në vetvarje me politika të lehta, por plus se ka shkatruar shtëpia, ka marrë njerëzit zvarre, ka farë fruktë të kome, ka largu 400.000 të rinj nga ky vend. Ilemet akuzohet se ka bie thesarin e shtetit. Unë akuzohem se ka fituar një bursë. Këto sa i ndershëm, po s'kan çat më gjejnë. Dhe do të qenë se s'kan çat më gjejnë. Filloj më akuzojnë, më kompleksojnë pse kam fituar një bursë. Është aty reklamë në fund të ditës? Po jo, por commercial still. Do të them njeriu do të pyesë, pse merren me këtë se s'ka çat më në bursë, po të kisha qenë unë
Po Endria, mund ta ndajmë me kisha marrë 100 dark nga shqiptarët, ti do shifje në faljet parë. Shabani, Volli, këtë. Shaponi. Aty do të dalë. Në rrjetet sociale po kalon një episod me një nga figurat më komike tashmë. Më të suksesshme. Ndoshta, mund ta ndaj me shikuesit atë pikërisht sepse ishte shumë interesante se si kishe mundur në reklamën ta ktheje në atë reklam në reklam. Është gati 1 minutë video ajo, kështu që po se është investitori në strategji, Gjeniu Gjergj Luca. Merre me emrin tim. Ose kjo është pjesa se tash mua merren sa më çat merr. Edhe merrem me emrin tim, por problemi është që më i afërt ai që vinte mend aty ishte libri i fundit që ka lexuar. Që më sa duket është Abetaj. Dhe kjo Abetaj. Sa ti do të thënë është ndoshta biznesmenët nuk kanë kohë që të merren me libra. Normale sa është gjeni. Me gjeniun jo pasi ka një problem se kur ti lexon librat e tjerë kontaminohen mendimin, ai ka mendimin original. Ai nuk mund ta konfuzon me mendimet e tjera, ai ka vetëm ai është original. Dhe i është referuar librit vetëm do të thonë që ka lexuar një çabetare ku hyrë me shumë kujtohet, edhe un kam qenë i vogël. I mësoni fëmijë, i mësoni ngërma. Dhe kjo shëja ishte Shabani, merrem me këtë dhe un e ndihmova duke i dhuruar një abetare për fëmijët. Tani kanë dhënë super abetare në fund që ke fëmijët e kopshtit. Që ta çoj deri në fund. Se shëja nuk është fundi i abetares, nuk është shëta. Pak të datë libri që ka lista, ka për të bërë. Tani, ky Luca, duke qenë se është një kryetar shoqate, a mund të përfitoj? Ai është shoqata e atyre. Apo sektori. Po mund të përfitoj fonde nga këto. Ai Unë kam sqarë si një politik. Se unë tash. Nga Sorosit. Ai është ata që nuk e fiton të tjerë. Tani Endre. Unë kam çuar në ASHB. Pra, kam çuar në SPAK fondet e ASHB-s. Mani për për të është gjë që ti partyshit. Po, nuk ka dalë si lajm, po e themi, unë po bashkëpunoj me deputet, eurodeputet, që këtë e tip ta çojmë jap në det. Edhe të besoj njësër ose bashkëse do dalë. Po bashkëpunoj për ta çuar në thebel. Pse? Sepse çfarë mund të bëj? Po i thon njerëzve, më votoni mua për të çuar në BE. Ndërkohë, PS-ja është pengesa më e madhe, dhe Tirana është pengesa më e madhe për të ndërtuar BE. Dhe rasti tipik është ASHB-ja. Pra, taksat europiane vinin në Shqipëri për fenerët, për bujqësinë në Shqipëri, këta i vjen. rreth 140 milionë euro në Dhe vit. po e u detyruam. Po, ndërprer. Jo prej fondet për Shqipërinë. Në çfarë garancie kanë që të gjitha fondet që mund të vinë nga procesi i antarësimit të BE, nuk do vinë po njësoj si shërbon mund të Dhe është interesante. Dhe ne çuam në SPA. Po, Ky zotëria, ky abetaris, ka marrë ca lekë që nuk vinin për të. po, ma zhupë. Nuk vinin për atë. Endri, po SPAK ka bërë një punë të mirë ose një punë të pashme deri tani si mund ta shohësh nga ana subjektive. Kanë ecur shumë lart. Po është Më shpejt nec Bruxelles me heti. Zon prandaj unë e kam çuar në SPAK. Dhe nuk kam çuar SPAK vetëm ministrat. Kam çuar SPAK dhe ata që kanë përfituar. Dhe kjo më ka bërë ndoshta është një kalvari gjatë. Po dinë edhe ata. Kjo ka bërë armik me këtë elitën e Shqipërisë, që kanë marrë lekët e fermerëve, lekët që vinin për fermerë dhe kanë bërë vila ndër këtë. Por njëkohësisht po bashkëpunoj me eurodeputet të rinj në Parlamentin Evropian që edhe ande të shtyp, sepse unë dua që Shqipëria mos mbetet pengë i korrupsionit për sa i përket pengemit në Shqipëri. Ndërkohë që Frida Krivca ishte ministre e bujqësisë, ndërkohë që ndodhen gjithë ato skandale, ta dorëheqën, mos ka bëj. Ajo sërish, jo vetëm që nuk çohet para prokurorëve, para SPAK-ut, para hetimeve, por ajo emërohet këshilltare e kabinetit. Pra edhe nga ana e qeverisë është Habilitim figurë ndoshta. Jo, kjo tregon që Edi Rama i merr në mbrojtje. me mbrojtje ata, sepse qarta zinë, vjen se logjika ata do, që ata s'pas kanë vënë për vete. Se nëse ata kanë hëngur kulla mbrapa President Ramës, atëherë Rama do të thoshte shkun keni me mua, do të distancohej. Nëse kanë hëngur kulla bashkë, atëherë vetëm problemi është që vetëm që Rama ka protestë, teorikisht do të ishte mpirë dhëmbët edhe të Ramës. Është shumë interesante. BE ka hapur i parë treshe, 176 milionë euro. Ndërkohë që në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Serbinë, i parë treshe po vazhdon punën, ne akoma jemi të dyshe.
Do të thonë ne jemi shumë hapa Ama dhe këto thënë pasaportë europiane. Vlen për ato doja që thoya, vlen të përmendet fakti që po premtojmë ndoshta gjëra që jo vetëm që ne nuk plotësojmë kriteret tona të brendshme, ëh. Shiko, Shqipëria do hyjë në Bashkimin Evropian. Por jo aq Jo për shkak të këtyre. E mendon të projekcionin e 4 vjeçar? Unë besoj që Shqipëria në 2027 mbyll. Po si duke marrë parasysh që mungon sepse vendimi ujë drita në 2025. sepse vendimi është marrë në anën tjetër. Është gjë asaj. Pra, për shkak të zhvillimeve. Siç ka pasur ndoshta Kroacia apo Rumania, një Për shkak të zhvillimeve në SBA. Për shkak të sepse Europa nuk e ka pas kurrë për shumë vitesh. Mbas luftës botërore nuk është qetësuar shumë për Rusinë, sepse ka pas Amerikën. Në momentin që zhvillimet në SBA e kanë thënë Europës se do të riorganizohesh, atëherë praktikisht i bie që Europa tani për arsye strategjike do të zgjerohet. Dhe ata kanë vendosur në fushë. Ajo që shqiptarët do vendosin të dielën është kush do i përfaqësojë ama. Kush i përfaqësojë atë mbaj. Me sa duket ai gjetëm arsye në një qeverie teknike. Jo, ka një shpjegim vetëm anëqënuar pak të dia e tavolina e në Parlamentin Evropian, aty shkon në Albania, e këtu është Zekineja. Të tërmet Peçi, nuk kupton. Këtë është ku do flamun nota me tetë dusha pas vrana kanë. Këto tani do të thënë tani mirë që i kemi këtu e mbajmë në qevë i fshehim këtu. Po të qëmë atë nga përfaqësojnë ta, unë them që sikur nuk na shko. Kështu që nëse kemi gjë në dorë, nuk e kemi adoptim apo jo bëhet, se vendosin ata, po mund vendosim që t'i çojmë ata që i kanë denoncuar korrupsionin, siç është nisën Shqipëria bëhet, dhe unë veçanti. Ose që ata që i kanë 10 lekë të bëhes, si rastin e Frida Kripsës me gjithë të tjerët që kanë menaxhuar fonda zhbërës, apo këta të tjerët që po jo vërtetës nuk janë serioz në përfaqësimin e. Sa mandate do të marrë koalicioni nisma 73-74 aty luhet. Sa të ndonë të darini që që kemi kontaminuar Po sa shërbëria teknike përbëhet nga numra. Kënë të vejtë. Por unë edhe me shumë sinqeritet nuk bëjnë shumë llogaritësh. E di çfarë bëjmë? Edhe di çfarë do më përmbushë mua që ja kemi dalë, është nëse të hënën hapim celularin, si është gjës, hap celularin, shikon mundanë. Dhe kupton që lajmi është që të vjetë retika. Pra asnjëherë s'po formon qeveri, fillon rebelimi kryengritja të PS-ja dhe PD-ja, është ngritë flamuri ke balkoni aty, dhe të rritë kanë hyrë në parlament. Nëse ne japim këtë ndjesi ndryshimi, ndjesi rotacioni, ndjesi që mori fund tradicionit politik, ja kemi dalë. E që të ndodhi kjo është sa më shumë të rinë ty në parlament, aq më shumë pleqë të politikës të nxjerrim nga aty, që nga aty pastaj të reformojmë gjithë shoqërinë, se ne nga akademikë. E imagjinon do ti do të them unë nuk e duroj dot. Në krye të akademisë shkencave. Mbas 30 ish ministri i Partisë Punës. Ish ministri i Arsimit. Pra, po pse më pas kemi lancu fare ne? Po gjithta marrin figura, por rehabilituar deri diku atë. Po se kanë shumë mëri. Mos pa kanë shumë më, po për llogaritja e 1 milion të diplomuar. Disa jashtë disa brenda. Po pse më nuk u gjet një tjetër në krye të shkencës, po kemi gjetur apo ndor Skënderij Gjinushet. Ne praktikisht çfarë bëhet aty, sepse më duket më shumë se një institucion honoristik se sa ai do të dalë pension. Ta nga që nuk i zgjasin dot jetën, i zgjasin mandatin. Ke arritur drejt fundit dhe për ta mbyllur. Doja që 1 minutë Endri ti drejtoj të gjithë shikuesve në këtë podcast dhe qytetarëve të Tiranës se pse ata duhet ta votojnë Endri Shabanin me 11 maj. Kushdo që na ndjek, unë besoj që në 11 maj kemi mundësi të ndahemi përfundimisht nga e kaluara. Dhe nisma Shqipëria bëhet përfaqëson një ndarje të pastër nga e kaluara, e para sepse ne jemi të rinj, që nuk kemi fraksion në partive të tjera, e dyta sepse ne kemi treguar me vepra që kemi guxim për të luftuar me këtë klasë të vjetër politike. Por çështja që kemi çuar në SPAK nuk mjafton. Ne duhet të shkojmë në parlament për ta çuar deri në fund të mision, që përmes komisioneve hetimore, përmes ligjeve të ndryshme, të rikthejmë shqiptarëve çdo qindar që është vjedhur. Dhe e dyta, të shturim të rrjet merrimmarrje që sot po i mban të rinjt larg. Po largon të rinjt që janë këtu dhe po i pengon të rinjt që janë jashtë për të kthyer pranë familjes. Nëse ne duam që Shqipëria të ofrojë perspektivë për të rinjt,
duhet të largojmë të vjetët e politikës për të rikthyer fëmijët në shtëpi. Dhe kjo ofertë besoj që është mund të ofrohet vetëm nga të rinjt. Unë besoj që ndër të rinjt, koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet është koalicioni që e përfaqëson më mirë këtë vizion. Hendri, të falenderoj që ishe Falenderoj që ishe pjesë e podcastit tonë, të dashur miq, faleminderit që na ndoqët, vazhdo shihem në podcastin e radhës.